Mas fort jo konë e çuditshme, qysh pas ka kësi njerës të armatosën, qysh ko kanë mbledh do burra me bo luft me Serbi burra, përdën. Se na i mësu veç të pa makineri serbe, se na në qytet aty këtë shkijet jon konë asajde. Se isha ma bjes zoti me kapi eri kallash se ma i forti në botë jon. Për mbi 500 vetë jena nisë për Shqipni, shumë rrugë e zërshme, se ram në për prita, në për u vra njerëzit, u plagosën shumë, edhe minzia dulem edhe dulem në Shqipëri. Kur shkoni atje pa vesh shkive, mos buaboni me mu këthy. Unë nuk e kom shu Kosovën, edhe jëm stacionu në rrugovët e dojt e mi, edhe gjithmonë me mendje të Ramush Haradini ku kam bet Ramushi, se nikon na nuk dishim as ko Ramushi. Na menum si Ramushi e shkelzeni, dhe unë nuk eksistojnë mu ata njerëz. Unë e kisha zollën shpind, po më thot Ramushi gjuje. Unë u frigova me gjujt, me zollë, sepse që ajo Prag e ka të heton ku je dhe na mytonve. Unë dyshysh të stanga i ma murë pe i krajt e ja futi vetë, do më thonë. Aty të na jënë bet, aty du si stërvina, aty. Na ishim tri, të pa martum, si thojmë na, ku rafsha, mos u rafsha, edhe unë e kisha motiv, si edhe me dek kisha shef. Besomni, ju betohem Zot, kom pas shef me dek në luft, vetë. Unë e kom pa shqiptar të fort, kom pa burrat fort, po një pi burrave të mëdhaj është Begriza. Edhe Shtalipuri e këta qetnik në balë të zhakit aty, unë dalem. Edhe na bërtit UÇK Ibrahim Rugova në atë kohë. Edhe ja nisi në kert vetin të mrej. Mas i mreji, që aty në kert vetin në rrugë, atër më ka hip në veturë, edhe më ka shëtit në përket pej, të minshu kongë qetnike, edhe më ka qitet kapusin e qetnikve në kry, edhe me më pa mund qytetarët, me më pa duke i zhit, si që shka u kam bon mu Shtalipuri, po më shtin me kënu sërbeshte, me më qënjerëzu, pa i koto kazhe, koto laje kam pasë ta, mu më shtike me kënu që ato une, më kanë qunë qëshk, edhe më kanë rej dej sa kanë menu që më kanë mytë. Më kanë rej me qizme, torive, më kanë shpu me shafcegera, këtu kredi kom halo vrimat i kom. Me shpe dhunës të madhe që ati Shtalipurit, që më ka, shumë ka bo, dhe më thonë, më ka demoralizu, pe që aty të mos s'ko menu me jetu veç du kushtu që keja dhe ja me dek, ja me luftu dhe i në liri. Ma gëzim të malë se me hek një krye kriminel, një qetnik që ka bu masakra në qyshk, ka bu masakra gjithka ka luftu kunder UÇK-s dhe i mo i ka Shtalipuri dhe foto në Glozan, që ka bu luft edhe kunder, do me thonë kunder forcave tona në Glozan. Do me thonë qatë qetnik i prisht ka shenaj, dull një burë, një ushtari dalum një UÇK-s me shok të vetë, edhe eliminoj këtë grupi nuk ka pas fitor dhe knatësimat madhe se kjo që ka ndonë. Në qatë gjep ku o konë Shtalipuri, jonë konë 5 si qetnikve. 5, dhe me thonë, ma të rëzikshmit në atë kohë, që ata të 5 komplet kjo i ka eliminu. Shtalipuri ka pas një emen, dhe me thonë, një farë legjende që s'ka kush i bon gjo atina, po që do lavnia 16 vjeqara dhe mur hak për mu e për shumë si une. Jëmë vra shumë ushtarë të UÇK-s pas lufte. Po 3 raste i kam si, të më thonë, mi pa vra vllazrit e mi nuk isha dit më mërzit më shumë. Para 5 vite dhe një mi plagosë në rëndë, o njerin 2 shantemin, më ka vra, po Zotës më ka vra, mi nëzi kom shtu vetë 5 orë operacion, unë si ushtari Ramushit, e qa kom hek, në fund prap, o Ramushit dhe mi kom thonë, falë kovë gjok jenë. Unë jam i vogël, me bo hakmarje ndaj ndikuj, kur Ramush Haradini e falë gjakun në vllot vetë. E kem shleru këtë pejen, një shkase kem lonë pej, po zullum kur kuj si kem bo. Familjet ma aristokrates qetnike serbe, miliarderat e shkive në pej i kam pas bazat. Rajovisht edhe karisht, kush që pejon e din që po foli. Vesh Ramushi sot me dhonë urdhen, të bohen 20.000 ushtarë mrenda 10 minutave. Përshëndetje, unë quhem Sezer Belegu, vin nga qyteti 5, nga një lagje cila quhet Kapeshnica. Përpara i kanë thonë Shqipëria vogël, jam ish ushtari ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ku kam marrë pjesë kryesisht në rrafshin e Dugazhinit. Edhe si i ri, si fëmi, gjithmonë
lagja jonë dhe njerëzit ku jem rritë unë e familja jame, gjithmonë ajo lagje ka qitë burra, ka qitë njerëz që kam bo për vendin. Edhe o konë lagje e përsekutume për Serbisë gjithmonë. Dhe më thonë edhe të partë tanë, edhe njerëzit aty që jetojnë, gjithmonë jënë konë përsekutume. Edhe atë dhe dashuria ka fillu për i fëminije, për i lagjës e për i njerëzve ku jetojone. Fillu në demonstratat, na ishim 3, dhe më thonë i kom pas 10 vjetë kur delshim në për demonstratat që bajshin atë ko kundër Serbisë, vitin 89-90, na jënë kom fëmi, po ke marë pjesë, gjyshim me gure, ju një mëshim njerëzve mi ju jep gure, kepe, që. Dhe më thonë është histori që gjithmonë me vujtje dhe në liri. Edhe nga të janë nisëm të rrit, i bonëm ka 17 vjetë, filloj lufta, edhe na një grup shokëve për pes, një 50 vetë organizu mu bom bashkë, edhe shku në Glazhan, në kom. Pej Kapeshnicës, e pej pes, mbi 50 jenë, për një herë jena shku vullnetar në Glazhan. Kur shku në Glazhan, fillum u prezentum, kush i kish letër njoftimin e dërzejke të në shtab Glazhanit, edhe fillum u sistemu me ushtrime, edhe më shku në Shqipni mu armatos. Kështu pra filloj lufta. Le që ishim shumë 3, po na zakonisht qka e na të pes, na nuk i kem ditë edhe fshatrat mirë. Për shambullë në Glazhanin kom di vesh mas 24 marsit, se s'kom ditë kur që egziston një Glazhan. Edhe shkum aty që shtot, na tregojshin njerëzit qëto shtabi, jena shkum shtab aty në shtab ka pas, më kujtojtë si sot, o konë Shkelzen Haradinaj, kur na jena prezentu aty, jena bo resht, jena arpi peje vullnetar, vishin aty ushtare vullnetar për këtë Kosovës, a bërdin tash ish problem, ka misë se mu krejtë do të kemë ushtru 1 javë, 3-4 ditë dhe me vazhdu me marë armatim. Po më kujtojtë si sot, kër jena shku në shtab aty ka qenë Shkelzen Haradinaj. Edhe ka pas ushtar plot tjerë, edhe Shkelzenit ja kom su emnin ma vonë, se s'kom dit as të kush po shkojmë. Veç ashtu që këja në Glazhan edhe si kem njoft në ata njerëz. Mas part jo konë në çuditshme, qysh pas ka kësi njerëz të armatosën, qysh ko kanë mbledh do burra me bo luft me Serbi burra, pëtën. Se na i mësu veç të pa makineri serbe, se na në qytet aty këtë shkijet jonë konë asajde. Jonë konë kazermat e shkive në pej, jonë konë stacionet e policisë. Edhe kur shkum atje u befasum që pas ka shqiptar me kallasha, me uniforma. Në më thunë, se isha ma bjes zoti me kapi eri kallash se ma i forti në bot jam. Që është të kom pas bindjen, shumë interesant, u emocionojshim edhe e përqafume edhe na ushtrinë shqiptarët Kosovës. Mas parti u sistemu në për do shpijat Glazhanit që na i kishin qelë dyrt për vullnetar, që ku i keni shpijat e juje, me takonit në tyne me boke, me tënët, na pritën shumë superlativ, shumë mirë na pritën. Plus morën vesh që na për qytetit, na pak tash kanë menu që na qytetit jem dëbute, kështu edhe na ko gjategër, apo den. Na kam prit mirë, u sistemu në për shpijat Glazhanit, në shumë vende, shtabi ishtë aty kur u qeshim e nxez më bo resht, u bëjshim resht në ngrik ke flamuri, ushtrime, Fatën Zeneli, ajna ka ushtru, o dëshmori kombit, ajna në qatë fillim na ka ushtru aj, mas një 4-5 dite erdhë urni me shku në Shqipni mu armatosën, aton të parmatosën me trenerka, me civil ka që i thojmë na, pe që shina njës për shpijave. Edhe u nisëm u bom resht, për mbi 500 vetë jena njës për Shqipni, ishim 3, nuk më ishim as me vetë kush po na prin, as kush po na prin, po ndjena me ushekën në regull jena. Nuk ishtë as me po pytje me kom po shkojmë Shqipni, që shë rruga, ku jënë tënë edhe na. Edhe na shku në Shqipni, kem vënu një ditë e gjysë dhe i kem ri në Tropoj atje, po rrugës na dhe të pa provoj edhe ramë prita. Terasa Zogit ramë prit, aty jam vra zisa djem,
na gjithmonë halat pa armatosën, na veç të shtrum ka pak edhe pa armatosën. 500 vetë bëva kjo në konë 10 armatosën. Edhe jena ram prita për terasa zogut, po mas që ati udheci që na udheci që ja kum harru emnin, ja dullim dysysh, i mbledhem do të plagosën, bëllin një shok jemi i ngusht është i pejës, Arbnos Zhemojli, a ditë bashkë kena kun edhe kër jena njës për i pejë, jena kun bashkë, u plagosë, o duftëm të na mu bo trim me zërë dhe mu bo i fort me zërë, e tërhekem atë Arbnorin e qitëm Shqipni, edhe vazhdum më shku në hozajt e tropojës, ku ne armatosën, edhe që shtu ke kjo rukëtim, po ishte shumë rrugë e zërshme, se ram në për prita, në për u vra njerëzit, u plagosën shumë, edhe minzia dullim edhe dullim Shqipëri. Jo, për me lonë, asë njëherë nuk nga ka shku mendja kur, ne u motivum, edhe kur i shishim si shqiptarët e kam parime, kur dëgjeshim për legjendat që ka ndodhë 24 marsin, për atë ta luftar, kur dëgjeshim kush o Ramushi, kush o Shkelzeni, kush o Dauti, kush janë familja Haradinaj, ne që aty mërshim atë inspirimin edhe vullnetin edhe dhe në fund ku janë tonë këta dhe na. Për herë të parë në Shqipni, kur se kom parë Shqipnin, o shikës që vend jo i zhvillum, ish shumë zymt, por plët ushtar të që kësë për gjithë kohë që aty ka pas që janë konë edhe para neve të prit me rend mu armatosë dhe mu këthy në Kosovë. Se të letë që ne hekshim me shku me marë armën, po të ashtush mu këthy me armë, edhe me qatëran me luftu me bo luftën deri në liri. Ishim edhe trije, nuk dishim me menu shumë, ishim pa mu shumë shërë. Se tash me menu për atër tybe, këzë zëri shkon me menu me shku. Se ti tash me shku për i këtu i ti pa armatosën, në për tëna të prita, me kon ki punë, me shku me marë një armë atje, edhe mu këthy me bo luftën, shumë është pa kapshme me logik, po vullneti edhe inspirimi për liri, për shqiptari, plus kër i shishim na herojt e zhollë, që si e përmenda dhe i herë Haradinajt, kër i shishim na epshim vullnet për jetë. Po atje ishin shumë grupe të armatosura të prit me hinë Kosovë, se shqiptarët në atë ko e përqafunu që kanë shumë. Të na kush sa mujti dhe në fund me të shua, jo diçka tjetër, po shumë njerëz dhe rëdhen mu armatos, për gjitha unëve të Kosovës. Po stacionimet i kam pas këtë në Glozhan, do më thonë a i lapi të duk marë në Glozhan, e të na me vazhdu rrugën për Shqipëri, mu këthy o petë. Kish shumë njerëz të armatosën, e tu armatosë, e tu hivë, si më thëjmë na, me tura të hinë Kosovë, të zhetë rrugë, mos me rane për prita, abden. Edhe, na nejtëm Shqipni një avdit. Edhe atje i bënëm do disa ushtrime ku kish ushtarak të Shqipërisë, që ishin, si me thonë, nën kontraktu me na një mu, me na ushtru, me na stërvit, edhe mas një javë u armatosëm në hozaj të Shqipërisë, u konë aty shkolla, bilem kujtojtë si sëtë, na patëm dëzhu të na të nejtë me ushka të na të rrugë të e bo, patëm dëzhu për një farë Bekim Berishën, tash heroj Kosovës, heroj kombit, a i shkonë aty që i shkep ke armët, edhe na motivojke bile, kur na pa dhonë neve të pes kaloshat, na shtini mizgil pak si ma të mirë, tha, po na, kur shkoni atje pa vesh shkive, mos buaboni me mu këthy. Edhe qështu të e zheshim një farë inspirimi, një farë knatësie, kena pa flajtë në xhami Tropojës, një 4-5 dit, edhe jem njësë për Kosovë, që konë një rrugë shumë e zërshme, ku në atë rrugë neve si harroj emrin kur, edhe në liftari Zoti që na ka pri, na i thojmë Rama i Zi, është i maznikit, qaj Rama na ka pri për mbi 500 vetëve, 1000, Zoti din sa shumë i na konë edhe me kuaje, me gomare, edhe na me shpinë që ke mujtë me bovis, a i na ka pri edhe na ka shti deri njënek. Na kur erdhen, tash masi hekem dhe hinem Kosovë, se kena ndajt në kufi një dynat më shi o konë shumë, dhe sa u gjithë rruga që s'mujnë me na hetu shkijet. Edhe, kur mbretëm, u ndalem njëherë në Junik. Aty shkon shtabi, ishin konë të organizum, na pritën me buk, na të lollum, të raskapitëm. Junik kena ndajt një dit, pasaj kemë vazhdu për Glozhan prapë. Luftime kishte në të na ondë,
Po na hala nuk ishim, qaq heret kem që hala nas ishim sistemuas në për brigadas, në për njësijas, kur zë, veç që ashtu ushtarë të që kësë, du të më shku një në shtab të armatosë në Glozan, atër del në i prisë, nga ka dhënë që du të me bo. Kena ndajt edhe një pejo nikut jena shku në Glozan, që ashtu të armatosëm, kem ndajt edhe një 2-3 dit në Glozan, që ashtu që thash në për shpia, atëherë Ramushi e zgjidhe një udhëhes për neve të pesë, na kishim sef më konë bashkë tonë, edhe na kishim sef më konë sa ma afër pesë, u stacionum në Lozë. Edhe na e boni një udhëhes për neve, tash e kem normal shokë, është pak më i vjetër, shokë Zabuni një buri pesë, një buri mirë, ato e boni për gjes për neve, edhe na shkum mu sistemu në Lozë. Do më thonë, me njerë fillun me bo roje në fshat, si ishim shumë afër pesë, aty si ka 2 kilometra, edhe me punu u delshim me ndrime, u bom grupe, ku jam pikat, ku i kam bo pikat, ku i ka u shekëja pozicionet, edhe u ndam të na, me ka 5, ka 5-6 djemë të pesë, ku deri në përfundimin e ofanzives në Lozë, ne djemë të pesë ishim aty në vijat e para të frontit. Për na, po të kallë, të du të me fo njeri drejt, normal që i ka frigë. A i që thëtë sfrigona, ishim trit, pa provoj, dhe po vullneti për lirinë e vendit, hjeka tona në dëm babadem, edhe qëndrojshim burra, që thëjmë na deri sa Serbia mor ofanziv shumë të madhe në Lozë, me helikoptera, me aeroplana, edhe u dufte mu tërhekse, edhe na u vranë shumë djemë, edhe erdhë Ramushi pej Glozanit ka arme na tërhek neve djemë të pesë, mos me na lonë, që thëjmë na me shku dëmë. Ramush Haradini edhe Idris Bala kanë orë pej Glozanit, me 4-5 ushtarë të fort që i kam pas ata me veti, me na nëzirë se na rëthunë gjithka, edhe veç që s'na ndhune në gjallë, se neve na u harxhun edhe municionet, edhe bënëm tërhekjen për i fshatit Lozë dhe vazhdum shku mas Ramushit, dhe sa pështum tonë gjallë, shumica pështum për neve, po konë shumë luftet mërshma, konë edhe na ishim 3. Na ishim qëta shok të pesë, për mbi, mu i me të thonë 40-50 djemë, ne organizum edhe u këthym, me shku të Ramushi opet, me vazhdu të shqetu, si me thonë, qëndrum, sa qëndrum, tash ka du të me shku. Edhe shkum të gjithë në Glozan. Opet, edhe pe aty të na u stacionum gjithë kusht të na filloj lufte ashpër, edhe ku kish nevoja, ushtarët e pesë, ku do që ish nevoja në Dugazhin, shkojshin ju bashkanxhitshin grupeve të USK-s edhe me boroje në qatë fshat, ku do që nëse kish qëndru nisnesh në ndonjë ditë, ti e bashkanxhit në luftën e Isnisit. Je konë në kishëllu në Raushist, je kap, se ala nuk ishim brigada në atë kohë taman, edhe si ishim të organizum 100% si ushtria regull. Edhe gjithë kush ka muj ke burra, vëdën, ka ish nevoja aty. Disa ushtarë të PS dullen në Rugov, se nuk u bëjke më shku, u konë shumë fështirë u konë, edhe une me disa djemë shpërthuj me dalë për Maznike, ku jo nëse këja një Blanice, edhe u bom bashkë prap me ushtarë. Edhe kena shëndru deri sa u bo ajo ofanziva e madhe ndikun shtator. Shtator, kër u bo ofanziva e madhe, disa djemë pesë jënë konë në për bjeshk, në për shumë u konë situate keqe u konë. Une personalisht jëmë konë në qatë kohë, në ofanzivën e shtatorit jëmë konë ka una e Vokshit. U bashkanxhita me bashkim Lokën, ma shokun tem, është një për ushtarëve dallum në luftari Zoti, edhe u bom bashkë, si me thonë, me njësin speciale Shqiponet e Zeza. Por, kër u boj ofanziva e madhe shumë, si u shpartallum shumica, unë kam dalë në Rugov. Bjeshkve, kem rrisë se zishim kush ka është, se na menum si u shkatru se këja krejt. Edhe na kena mësy ka bjesht e strelcit, edhe jem dalë në Rugov, ku në Rugov i kom pas dajt e mi,
organizator të UÇK-s për atë zonë, edhe ju kom bashkangjitë brigadës 136 Rrugova në Rrugovë. Unë nuk e kom shu Kosovën, edhe jam stacionu në Rrugovë të dajtë e mi, edhe gjithmonë me mendje të Ramush Haradini ku kam bet Ramushi, se nikon na nuk dishim as kohë Ramushi. Qas që hap një propagandë e madhe, sidomos për na ju thojmë, unë personalisht ju thëmë për aty në dezertorëve që e kanë sabotu luftën, që na menum si Ramushi e shkelzeni, dhe unë nuk ekzistojnë mua ata njerëz. Jënë dalë në Bjesh, jënë dalë në Shqipni, kanë thonë me shku në Shqipni mu armatose me hi o pet, e për vetje kanë pas ata qëllime, çfarë qëllime kanë pas, s'po më edhe shumë u shprejvis, me shkatru UÇK-n, por UÇK-ja u rinjallë dhe bo dhe ma fort, po pa Ramush Haradini në vllaznit e tij, UÇK-ja në Dugazin ish shu komplet. Po shishir Zotit që i kem pas ata luana dhe e kem vazhdu rrugën e tina. Për i Rrugovës, unë të na gjithmonë kom pas kontakte edhe kom bajt armatim, e kem bo rrugë, e më shkuj ke marrë plagosnit të Ramushi, ju kena bashkangjit, e kena bo një njësi speciale në Rrugovë, se ishim shumica luftarëve pi poshtit, që ndalem edhe vazhdimisht kem udhtu, e kem bajt armatim, e kem bajt plagosën, pej Rrugove, den zhebel plak, shkojshim në spitalin në Shtarak, i mershim plagosnit, e bajshim armatim pej Buzovit, Malit Zi, e i sheshim të Ramushi poshtë, dhe më thonë nuk jem dalë mo, nuk o konë mo që këja në të rëziku që është kënë në shtatorë. Ishin do bura në Rrugovë që duhet mi lartësu, si thojmë na, dhe duhet mi falendëru shumë, edhe në ata i kom të gjithë, i kom familje, në Rrugovë ko një buri malë Selman Lajqi dhe Sali Lajqi, Selmani është dëshmori kombit, unë kam marrë pjesë me të në udhëtime për armatime për plagosën, gjithmonë me të kam qenë, bile edhe një ditarin e ti, shumë vendem ka përmend edhe mu, ku na nuk jem dalë mos vepruar, jemi konë të organizuar shumë fort, shumë jem konë të fort edhe i kem bo furnizimet të Ramushi, sa kena mujë, do me thonë, me armatim, me ushqime, me çka ka pas nevoj, na i kem dalë, s'kem pritu mua ende me punu për këtë punë. Që atëherë, kur na erë do armatimi mirë, kena pas, do me thonë, na ju thojmë osa, topa dore, zolla, kalashnikova, snajperka, shumë sende të mira kena pas në atë kohë, që i kem bajt edhe kem furnizu komplet rafshin, ka u konë Ramushi kena bo furnizime. Po me ndërkohë tash ka shumë sakrificat i paramendot, i na shku në Buzov, e kem shkarku shleperin me armatim në Malzi, i kem shti në Rrugovë, prej Rrugove, i kem çu ka zona e Podgurit, a dhe çfarë sakrificët ti veç me hartë me kësyr, ti shtash frigohesh. Plus, me ndërkohë na bishim në përprita, lufta, shpërthej rrethimin, me vazhdu rrugën ku e kena cakun, kena pas shumë luftime tash, pra shumë rreziqe, po Zoti na ka ndihmu dhe ja kem dalë. Bile ka raste kur unë kom marrë pjesë në betejë në rrugës sipër me Ramush Haradinin, jam konë krah për krah, unë vetë. Ka pas rast kur jena konë një betejë në Gërgoc, ku unë gjithmonë e kom pas, jam konë shumë i armatosën mirë, ishin edhe fotot, që mas luftës mi kanë dërgu, jam konë prej ushtarëve shumë i armatosën, jam konë kom pas sandet mira, edhe e kom një betejë unë bashkë me Ramush Haradinin, që ndoshta edhe ai ka harru, që e kuptoj, ishim në Gërgoc në luftime, se na shku mi marë plagosnit, po na nëzoni lufta në fshatin Gërgoc. Edhe tash mi një mu, na e na u qka një krejt. Edhe dulem mi një mu edhe me mi njek shkjer për atyt, ishte një prag që na hetoj, do më thonë, doj keme na bo rafsh sa shumë na gjujke, unë e kisha zollë në shpind, po më thot Ramushi gjuje. Unë u frigova me gjujt, me zollë, sepse që ajo prag e ka të heton ku je dhe na mytonve. Unë dyqysh u stanga i ma murë pe i krajt e ja futi vetë, do më thonë. Kjo është, s'podi, nuk ka shmim kjo sakrific, që a i mrujtje mu, e rizikoj veten, edhe e shkatroj atë pragën, edhe e fitu ma të betejnë e fshatin Gërgoc. Tash me data sak fix nuk mu i me dit, se që 25-6 vjetë u kry lufta, po e kom edhe këto në për disa refime dhe do shok që na kom bashkë, e kanë rëfy këtë sanë. Aty të na jënë betë, aty të si stërvina, aty
Nëse po në foli pak si beka, si shqipe, ma bëni Allah. Në udhëtim e sipër të Armatosur, duke su armatim, se ajo rrugë është historia ajo rrugë. Ajo rrugë ka peshë të madhe shumë, sa ka njetike me suat armatim të ushtartë, ko Ramushi me vllaznit e vete me ushtartë. Na krejtin a ushtartë e Ramush Haradinit, edhe në atë kohë. Po Ramushi kishë nevojë se na ishim një zonë pak ma të lirë, a ishë ma ngushtë. Edhe në armatimin edhe armatimet tona që i kem pas, i kem su, por në atë rrugë ka pas shumë sakrifica. Për shembull, një prej sakrificave të mëdha ka qenë kur jena ranë në një prit të shkolla e Baranit. Aty më konë une, o konë Besnik Dreshaj, një luftar i Zotit, është edhe generali FSK-s, Selmon Lajçi dëshmori i kombit, edhe nipi tina, Adnan Hysenin, të cilin e kom shok edhe une. Na ishim, si më thonë, në balë të gjohut, ram në një prit shumë të keqe. Edhe fillum na, me qa kishim mundësi, me shpartaluat njësi, për me vazhdu rrugën me dalë pe Baranit, me vazhdu për Jablanicat, je. Edhe aty ka pas luftimet të ashpra, pe neve nuk o vra kërkush, nuk o plagu kërkush, po komplet atë grupë që ajon konë aty, i kem shpartalu edhe kem shpërthy, kem vazhdu rrugën për Buçan, të na pe Buçanit, dhe ku jena shku një Jablanicë. Tash, nuk ka kollaj, kur bjen pritje i marum, po Zotin a një më e shpërthy, ma të rëthim edhe atë prit. O konë shumë, do më thonë, kena mujtë mu vra tonë. Në atë grupë, ku po foli për këtë grupë, ka po, o konë edhe Nasër Shatri me neve, ka pas shumë ushtarë dalume dhe të brigadës 133. Se tash na e bëjshim brigada 136, me 133-shin me shku, për shamu të Ramushi, ko, mu bukejt bashkë edhe minimum Ramushit. Kur shkum atje, do më thonë, mas e shpërthym që atë rëthim, dolem shatim Buçan edhe vazhdum shkum të Ramushi, Ramushin atë kohë rriken në Maznik, kena shku në Maznik, në shtab. E kem dorëzu që kem pas me dorëzu armatim, që kem pas, po me ndërkohë bëshin edhe beteja, në tash nuk më ishim me lone me vazhdu na ku i kena pikat tona. U duf kemu ballafasu, dhe sa të bëhet, dhe sa të, si me thonë, dhe të fitohen ato beteja. Po qash shumë u bo situata rëndum, Ramushi tha, që ta 100 plagosën një konë, ose ta shpëmuj me ditë sakt, mbi 50 plagosën një konë, me i marë edhe mi qitë ju mi shpetu në rrugovë. Ju e dini që shishoni, që ta gjallat dekun me na ishu në rrugovë mi sharu, edhe me mujtë mi qitë edhe në Shqipni, se kishin me plak tronda, edhe u duf me marrë dhe qëtë barë, edhe na kam përcil shkelzenje Dauti deri në Dubovën e Pejës, na kam përcil me të plagosën. Dhe më thonë, një nërë dhe ata me neve, me na përcil deri që shkojmë të brigada 133, edhe me vazhdu të në përpjete me dënë rrugovë. Ky furnizim ka ndodhë 3 herë, dhe më thonë, kanalet, unë e tash jem konë një për ushtarve, nuk jem konë si ko mujtë mi ditë këtë sandet, po njerës të fort, burat e fort rrugovës, edhe me do biznismena që i kam pagu ato armë, e kanë drejtë situatën se në atë ko u konë Qeveria e Malit Zi, u konë kryeministra i Gjukanovici, edhe policia, jënë marrë vesh që policia mos me në ngucë, vesh u konë rrezik për ushtrisë, se hala ka qenë një farë Jugoslavie, për ushtrisë Miloševićit. Po në mranda natës, do me thonë, u shkarku kamioni, i kem qitë kënej për rrugove dhe, po kush i ka organizu këto, unë jëmë koni vogël në atë kohë për mi ditë. Masë i shumë në atë plagosit, kishë edhe popull dhe familjarë, bile në atë kohë kem pasë edhe personalisht ata nështë edhe kanë haru, po o konë motra Ramush Haradinit me një fëmijë 10 ditësh. Kem pas amanet e misu, konë edhe gruja e Mruz Xhemalit, komandantit, me neve o konë edhe Gzim Ozdreni, o konë Ethem Sheku, Gafur Elshani, kem bo rrugë me ta deri në rrugovë. Edhe i kem stacionu të dajt e mi, qëto figura që të përmenda, ja u kem bo vendin të dajt e mi, se të dajt e mi janë do më thonë, dalun për patriotizëm, edhe si në besë i
i kanë këshyra ata dojt e mi, edhe deri sa u duftën në dikur tash ka refime alo, kur është puna, kur u bo sulmet në përkejt rrugove dhe u duftën mi marë plagosën me dalë në Shqipni, të në kjo është një etap tjetër. Njëherë shka heke mi su, mi strehu në rrugovë. Pastaj qysh mi hek për rrugove mi qitë Shqipni se shumë erë situata në rrëthum të në onë, edhe erë puna mi marë plagosnit, komplet brigada, një pjesë e brigadës një 36, me vazhdu rrugën për Shqipëri, mi sush në shemir plagosnit, mos milon ndorë shkive. Ky rrugëtim, opet po folis shumë sincerisht, kom haru sa plagosnit jënë kom, po minimumin 50 jënë kom plagosën. Që jënë plagos pej Smolice, pej gjithkoj trafshi Dugazinit, e pej Drenicës, jënë në spitalin në Shtarak në Zhebel, edhe të në qatë spital e kem transferu për Rogovë, e për Rogovë du të misit të në Shqipëri prapë, se o bo rëzik s'kesh mundësi, që thëjmë na me qëndru, po i marë qëta plagosin mi hek. Që ky rrefim që e ka bora mushi për yllin, dhe më thonë kjo konë shkollë apo fakultet për neve që nuk ka shmim, krejt du të me dek, plagosin me qitë Shqipni. Kjo konë urdhën i prejmi Ramush Haradinit. O, krejt kena me dek, unë me juve, njëj plagosën du të shkive zba me met. E kjo sa ndo konë, para me ndoj, a i plagosën e ka zotin edhe ty, ta shtika pe le, a bën me lonë. Du të me dek edhe ti me të dhe mës, e kjo konë shumë o konë e zërshme, o konë, nuk dias me ta përshuve që emocioni madhë o konë, edhe fitore matë madhe se me pështu një ushtar plagosën, unë mendoj nuk ka. Edhe na i kemë qitë kejtë shë në Shemir, me kejtë ata ushtarë, me kejtë ata njerëzë, me popullë, se në u ka bashkan gjitë shumë, edhe popullit civil, marë me neve në Shqipni. Për rrugove, kër e nga dalë në Shqipni. Në basi shkum Shqipni, atje ata do më thonë, brigada 138, Agim Ramadani, na gjetëm një farë strehimi aty, na akomodume, dikush mbeti aty të luftu, po nuk isha rahat, pa u këthi o pet, ku e kem lonë, si thëmë na luftën, nuk e kem lonë mirë, nuk i kem lonë shok tanë mirë, na i qëtëm plagosit, pështum për veti, por shok tjerë gjallë, i kem lonë kes. Atëherë ju kom bashkan gjitë ushtarve, se kështë, si më thonë, brigada 134, se shumë brigada pi Dugazinit, të duhet me do në Shqipni, mi që shtatë plagosit, të në reorganizume edhe një herë, edhe falendërës Zotin, që ma pruni Zotin, pa shliru Kosova me hi vetë, me komen teme, edhe na hi një grupi, u bashkan gjitha me një pjesë njësisë speciale, aty ku ju në konë Begriza, u konë Nasar Hadërgjonaj, ju në konë krejt këta djemë të fort, trafshi Dugazinit, Asrit Berisha, u bashkan gjitha me taune, i mora dhe një 10 shokë, thash bura, unë nuk mi me nejnë Shqipni. Unë e kut jënë me dek, edhe na këthy na hi në Kosovë, pa hi NATO, edhe njëherë na hi, i na konë të armatosën shumë, se na nuk gjishëm që ndërprejet lufta në qato koha, në qatë kohë. Edhe i na hi, i na ardhë, shnoshe mirë prap dhe, ringë Lozan të Ramushi, i na ardhë, marë matime, edhe kem vazhdu hala beteja, hala lufta, deri sa e vliria. Ai që e ka provu luftën në atë kohë shumica që aty në djemve që janë betë në për Durrësa e Tirana, do më thonë, e kam pas që nuk ka kollaj burë, me të kalzu drejtën. Po, na ishim tri, të pa martum, që thëjmë na, ku rafsha, mos u rafsha, edhe unë e kisha motiv që edhe me dek kisha shef. Besomni, ju betohem Zot, kom pas shef me dek në luft, vetë. Pa në shumë raste, njëna për raste vështë se në të kalzova kena beteja shumë, njëna për raste vështë të i këthyt plagosërit nga Zhebeli, në mbritëm në bjablanicën e vogël të Radovcit, aty u bo një beteje madhe, edhe une me shokët mi, me një 50 shokët mi, ju bashkan gjitëm qasaj piket luftimit. Aty për shambull, jënë vra 2 dëshmor të kombit, edhe jënë plagos një shok jemi që ju konë me mu, i Kapeshnicës, në veri cuki ju thëshim,
edhe u mërzita shumë kur u plagosaj në atë gjendje, e shisha që dhune po du mu plagosë, në hetoj praga e Sërbis, e s'na lejke as kokën me shu, edhe që aty thësha, ma mirë me dek, burse që shumë zërë me mbjetu, po Zotin animoje, a i plagosërit e qitëm në përbjeshk, e kena sitë në Rozhaj ato, e kena sitë se një pjesë ushtarëve, para me ndo, e na dufte dhe ka bjeshte, mali zi me dojnë në Rozhaj mi shu disot plagosër. Së bëjke me kalu rrugën, tash mu lidh pej, për shambull, pej Podgurit mu lidh për Rogov, ajo rruga nuk kishtë qësh me kalu, se shumë shkije, shumë tenka, ushtria, policia, serbe, gjithka, s'mujshë me te i kalu me dollë. Ka pas rase që i kanë marë, i kem marë ushtarët, i kem qitë edhe në Malzi, bjerëve. Ka shumë beteja, shumë prita që zi që shenë gjallë. Nuk di as me ta përshkru. Edhe në qatë kohë shumë luftar, që thojmë na shumë luftar tramushit, e kanë majtë edhe frontin në brigadën 138. Se jonë konë të kalitun e jonë konë të skalitun në luft. Për shembull aty një për luftarëve të zëtë, që ka ra hero Fadil Maloku, a i ka qenë një për ushtarëve të dallum të shtrisë shqiptare të Kosovës. Aty ka marrë pjesë ai direkt, edhe u vra aty. Po unë prapë të thëmë një më konë një për ushtarëve, nuk i kom ditë shumë sendet. Po luftarët e Ramush Haradinit e kanë mojtë shumicën e frontit edhe në Koshare. Po unë nuk ka pas oferta së aty luftë, dhe ajo konë luftë për me shliru atë vende mu bashkan gjit. Ideja u konë, për shembull Kosharja mu bashku me Ramushin ku është. Se dhe atë brigadë Ramush e ka kriju, e ka maru. Jo nuk kom dashtë në mendajt atë, jo nuk kom dashtë ku i kom shokët e mi, vëllo, ka janë që umësum na, edhe unë veç kom pas shef të Ramushi me shku kur tjetër. Begriza, edhe Agim Gashi jënë kom prisa tonë atë ko. Edhe ata na kanë, do më thonë, ka shkojshim rrugës, ku e qëtë ke ko me mbegi, u do të keme qitë edhe në atjerë. Ka të që bëshim mina, a i heke minat. Unë e kom pa shqiptar të fort, kom pa burat fort, po një për i burave të mëdhaj është Begriza. Ato e kom pas edhe shok, edhe kom pas jaran, edhe mas lufte shumë një kohë kom nejt me to, po shqiptar ma të madhe ma të fort pak kom pa. Që të vlerësime kom për herojnë tonë Begrizaj. Aj edhe Agim Gashi në Gashi, thëshim na, është shok jemi edhe të cilë për shëndes, është vlovi kryetarit Desanit, aj, do më thonë, ata dytë i shmontojshin minat me na e bo rrugën neve. E rëzikojshin jetën e vetë ata mas parti, për na me hecë, së këtë rruga e minume. Ja nisi me ra pak lufta, nuk kishte mo, po shumë djemë dhe në qatë kohë jëmë vra. Heroj të mëdhaj në qatë kohë jëmë vra. Vra Shkelzën Haradini, jëmë vra. Gjatë bombardime jo jëmë vra, këta shpend mala, këta djemë zhelat që ju thëshim. Në qatë kohë jëmë vra ata. Edhe ra intensiteti luftës, aj nuk shkoj dhe shumë kohë dhe u shlirum. Po na shkum, na kem pas përpjekje edhe pak ma herët me shku, po s'kish rrugë, bishim në për mina, bishim në për prita, u dufke 3 herë jena nis me hi për Kosovë, edhe na këthy, 3 herë kena shpërthy. Armatimi u ka vyft edhe pak ma herët, po na prap, që thëjmë na atë vullnetin tonë edhe atë cakin tonë e të shumë dhe në finale. Bas 24 marsit, tash fillun edhe disa demonstrata së vranë Jashara në Prekaz, këtu sunë me njëta qaj skenar që i kene në Prekaz, u bo edhe në Glozhan. Po këtu në Glozhan, Zoti ke ju një mëjë edhe këta shumë pregaditu me të fort edhe, elhamdulillah bi Zotit, shpëtun që atë det. Me plage, me lufte, me sakatosën, po shpëtun. Edhe fillun në përket qytetet e Kosovës më mbaj do farë, si me thonë, na protesta paqësore. Po mu me ka njoft edhe Shalipuri dhe këtë ata policë, se unë punoj edhe sot ku kom punu atëherë, unë kom punu të qashi xhamia jem ko një shqitës. Edhe krejt policia që ndejo në enë, edhe më ka njoft mu. Edhe na dulem protesta plët djemë ka përshnisë, se këtë peja dulem që atë farë proteste, edhe Shalipuri e këta qëtnik, në balë të zhokit aty,
unë dalem. Edhe na bërtit shim UÇK Ibrahim Rugova në atë kohë. Që shtu të konë slogan, si me thonë, UÇK Ibrahim Rugova, edhe ata fillun të na me ato pompa të ujtë, me gaz lëtësjes, me na shpartalu. Demonstrata u konë gati gjithë ditën, me thonë pe orës diku 9-10, deri ka ora 4-5, u konë demonstratën, kejtë pej. Në atë kohë 17 vjetë i këm pasë. Edhe që shmë dzuna ata mu, ta shë të regojene. Masi që u shpartalum këtë u prish protesta, edhe rrugës të shkun shpione, te du lio një farvendi thiret edhe sot, tu e kalu rrugën mu lidhën e me shku për Kapeshnic, o shko një farparki aty, që aty në rrugë, nalet, a i me kerin e vetim ata qëtnik 4-5 kere kanë qenë ata. Edhe ata mu më shohin, edhe më marin, më hipin kërë, edhe më patë thonë, a i qështë i kunder meje, unë ty të nëzë, edhe ja nisi në kërë vetin të më rej. Masi më reji, që aty në kërë vetin në rrugë, atër më ka hip në veturë, edhe më ka shëtit në përket pej, të minshu kongë qëtnike, edhe më ka qitet kapusin e qëtnikve në kry, edhe me më pa mund qytetarët, me më pa duke i zhitë, si që shka u kam bënë mu Shalipuri, po më shtin me kënu sërbeshte, me më cnjerëzubur. Pa i koto kazhe, koto lajhe kam pasë ta, mu më shtike me kënu sa ta, unë e dita, se dita, unë dufësha me kënu. Se isha shumë i rjedhe, u frigojsha, po më vrana, po më byta. Le dajakin, po pe aty që më ka qune për ku komponune në për qashi të pes, ku më gjojnë këtë ata duke i zhit, në për korzën e qytetit pes, atër ajma atë grupin e vetë famë kes, të cilën në shujke të cërna ruka, më ka qune fshatin qëshk. Aty në konë se i kom njoftën ata kretë, jo kësa Milani, konë një dhe bengi, thëshim, ata më kanë marë, më kanë qunë qëshk, edhe më kanë rej dej sa kanë menu që më kanë mytë. Më kanë rej me qizme, torive, më kanë shpu me shafcegera, këtu kredi kom halo vrimat i kom. Edhe më kanë rej qash shumë sa që unë të na u bona si i dekon, ata menu që unë e vdisa dhe më kanë në një farë proni tojtë. Po për që aty kom në qëshk, që aty ju në konë ka pas shpia, edhe këtë disa banor, disa grogë, kanë zvirate e kanë pas që jënë të e rej njerin, të e shnjerëzu, se shumë kanë rej që dit. Edhe e krytën ata punën edhe më lanë mu që aty. Mas një gjysore është ardhë, një tash e kom motrën, hala kom kontakte me të, kom respekt, edhe që i kanë kalu gati 30 vjetë, shpresa Kelmendi, edhe ato të cënë e përshëndes, ajo më ka marë, më ka këfil, më ka shëru qatë ditë, më ka jep këtë mundësit për mu këfil, edhe më ka majtë në shpet vetë, edhe kanë organizu, ju kom kalëzu i kaj që jam, edhe kush jam, sa ta s'kanit kush jam, me një kere kali, një katonar, e kom harru, nuk e di, më kanë shu pejtë qyshkit deri në shpitame, ku jetojnë në atë lozë atje, edhe pejtë që asaj kohë, unë jom betu, që më pej nuk ri, duhet mi zhjetë ku jo nuk se kaj, edhe me shku me ta, o ko një kafiterim pej, në kur ishim djemë të pejës, të një shok jemi, edhe ju bashkëluftar jemi, DJ Nana i thojmë, Nasser Muazeri, pi kafi që tina jenë organizu, i kem jena koordinu, edhe me gjetë ku glozoni, se s'dishim as ko, me shpe dhunës të madhe që ati Shalipurit, që shumë ka bo, dhe më thonë, më ka demoralizu, pe që aty të mos s'ko menu me jetu veç du të kushtu që kaj, edhe jam e dek, jam e luftu dhe i në liri. Në qatë ko, bashkë kur o vra Shalipurit, dhe më thonë që e ka vra vlov jonë, shoku jonë, avnje leze me grupin e vetë, se nuk o kom vetu, më kom me një 3-4 ushtar dalun, ta sa jo në brigadës një 3-3, pa avnija u kon bol të gjakit, edhe i ka vra komplet atë grup, unë në qatë ko, qatë dit, ju më kon një Jablanic, bashku ku bo, ku e ka bo s'ka aty as 2 kilometra larg,
avnis, për nuk e kom ditë se nëse më konë një sistem mund atë brigadë, edhe nuk e më konë në njësi në avnis, për na që na orë me të plagosën e me që kena bajt armatime, u stacionum bashkë kom dajt një blanicë aty ku bo qaj zhvillimi që u vro ushtarë të u plagosën, nuk ka pas ma knatësi, nuk po di burë, ma gëzim të malë se me hek një krye kriminell, një qetnik që ka bu masakra në Shishk, ka bu masakra gjithka ka luftu kundër USHK-s dhe mo i ka Shalipuri dhe Dëfat Anglozan, që ka bu luft edhe kundër, do me thonë kundër forcave tona në Glozan. Do me thonë qatë qetnik i prisht ka shenaj, unë jam ko njëri shumë, po kur jeton të impej, edhe punon disysh në Qashic aty ku punojone, këtë shkijet që andej edhe këtë populata andën që andej. I kum njoftë edhe personalisht si figura, sidomos që Shalipurin ka shenë gjak prisht ka shenë. Edhe dul një burë, një ushtari dalum një USHK-s me shokët e vetë, edhe eliminoj këtë grupi nuk ka pas fitor dhe knatësi më të madhe se kjo që ka ndodhur. Edhe më i ri se unë e pak u konaj, halasi ka pas 17 vjetë. Ai 16 vjeçar i ka dalë për shembull aty në blindave, aty në qetnikëve në rrugë, u kanë zonë pritën, se asaj nuk e ka ditë që po vjen Shalipuri, po vinë forcat qetnike pipeje të shku me bo masakra në Podgur, ai o dalë i ka me zollë, me kalosha, me qa kanë mujtë, i kanë eliminu komplet grupin. Unë qa kom dëgju në qatë gjep ku o konë Shalipuri, jonë konë 5 si qetnikëve. 5, dhe me thonë, ma të rëzikshmit në atë kohë, që atat 5 komplet kjo i ka eliminu. Dhe me thonë, kjo konë e pa besushme, unë sidomos unë si qytetari pejes, e tash paramendo dhe pejon, që ka jonë konë halane për shpia, që s'ka nikë, e që o bo hala jetë, bo vakine për pej, kur kanë li o konë e pa mundur, o konë sa Shalipuri ka pas një emen, dhe me thonë një farë legjende, që s'ka kush i bon gjo atina, po që do lavnia 16 vjeçara dhe mor hak për mu e për shumë si une. O zori e ka shtia dhe ato, edhe mu bo trim, edhe mi mësu këtë armatimin, e mi mësu se, si thëmë, na ja ka dhonë besën kësaj toke e zotit që s'ka këtu, ja duhet me dek ton, ja duhet më shliruze, shumë, nuk pat më rrugë tjetër. Ma avni e lezin jëmë taku, po, edhe në luft jëmë taku, edhe pas luft e kem pas edhe një kohë shësnime të, pa i të na e më Prishtinë, të na i ndodhi që e që ndodhi me plët ushtarë dhe ato, edhe i ke një për viktimave tuskave të fort, edhe motë normal që se kom pa, po kom pas shosni edhe jaranime ta. Unë e rëfimin tem ja kom kalzu, pa i për veti, për të regoj drejtën o konë, te unë o konë shumë modest, kur s'kish shef me të regu, tha i hekem qafe që ata qëtnik, ajo konë me një 3-4 shok, dë vetë o konë që jonë konë një njësi bashke, do me thonë e kanë njofë një tjetën, s'jë nda kur ata, edhe njoni për tynë është halo dhe kom shumë shok, është Shaban Rama, njoni për tynë ka qenë edhe një djallë trim, një djallë i mirë, një djallë burë, është gjallë, është asamblist në komunën e Pez, edhe me të kom halashës një, do me thonë ajo konë shok i ngusht i avnis, që këta s'jë nda kur. Do me thonë, ma avnin në kem folë si për fatësisht, po mas gjënimisht më ka kalzu shabi se avnia në shkoj herët. Jëmë vra shumë ushtarë të USHK-s pas lufte. Po 3 raste i kam si, të me thonë, mi pa vra vlaznit e mi nuk isha ditë më mërzit më shumë. Rasti avni e lezit, rasti i shoku tem, miku tem, Mahir Lojsit, komandant Rogova, një buri madh, një luftari zotit, me dorë shqiptari me në evra, kjo të merë. Pastaj, e kem edhe rastin e vllot Ramushit, kur ka ndolën në verit, edhe ajo në ka lëndu shumë. Dhe është zoti, kur mu mos mu vra kërkush. Po këto gjana jënë konë shumë me demotivu për jetës, që ka hek njeri, të natë sakrifice ka bo, edhe mi arë fundi kështu shumë zërë, ku edhe në vete kom pas një sprovë, nuk e kom rëfuj, dikush e din, dikush nuk e din. Para 5 vite edhe një mi plagosë në rëndë, o njerin 2 shantemin, më ka vra, po zotës më ka vra, minë zi kom shtu vetë 5 orë operacion, kom funder puna mja falë gjakin, unë personalisht, Ramush Haradinit ja kom falë gjakin tem.
më ka Ramushi të shpia, ka thonë se gjak me ma falë mu, do më thonë, unë si ushtari Ramushit, e qa kom hek, në fund prap, o Ramushi dhe një kom thonë, falë të kovë gjak jam. Mu personalisht, që kom keni live gjall jam, ka arë puna, që shumë e kom dasht, edhe du Ramushin, edhe familjen e tina që edhe gjakun e kom falë. Masim ka pështu Zoti, më ka arë Ramushi të shpia, falë të kovë gjaki. Në anën këtë neve që e bashkëtar e shokë, nuk në vynë gjatë, është janë shqyqër sa konë ma shumë, Zote e ka pasku qashka ma shumë, e ka ta e më shpitonë në sëpë, edhe me dëshirë që kur mos në ndohë që janë është. E bolë kena probleme, e që da ka të vinë shpit. Në mas falë ja fali Zotit, edhe ty ta fali. Ty të ko falë gjaku janë, ty jëmë të ta fali. Ka për shkoj me në, daj, era. Koshtë në rëmë gjithë. Ato, parëmire shumë, Koshtë në rëmë. e bon që shpejt, për e bon që i vora, që është në farije. Në beka kun ka thonë dhe kjo. Këto që e kom bone, do më thonë, me këshyr njën e non jam motiv tjetër se kom prap Ramush Haradinin. Ramush Haradinit ja kam vra vlam pas lufte, para vorët tina ka thonë, tjetë viktima e fundit edhe vlau janë. Do më thonë, unë jam i vogël, me bo hakmarje nda ndikuj kur Ramush Haradini e falë gjakun në vllaut vetë. Apo kupton, si në atë ko ka mujtë me një fjallë Ramushit o kon mëdhez, më kallë Kosova, a i vesh e ka shyma djenë. Do më thonë, ne kem, si më thonë, gjdo ushtari Dugazinit, një herë që i ka ndajt me Ramush Haradinin, a i do më thonë, u dhërëfys e ka Ramushin. Edhe une, munona fjallët e tina, ozimet e tina mi praktiku dhe njetë. Fjallë e Ramush Haradinit të ushtari i vërtet i USHK-s, sidomos në Dugazin, është fjallë si më thonë, urdhër i premë. Por na Ramushi neve mrapë s'na kam su kur, as kes. E kem shleru këtë pejen, një shkasë e kem lënë pej, po zullum kur kuj si kem bo. Shleru peja, së djetoj njerëzit lirë, se njerëzit në pej, biznismenat e në pejës menojnë që ju ka ardhë liria pi qelit. Ka në pej që jetojnë edhe së du të bosh, të lirë. Aty në mendojnë që ajo liri ju ka ardhë të falë. Jo, ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, sidomos trafshi Dugazinit, sidomos pejon Gjakovar, ona Deshani, ne e kem shliru pejen, nuk e kem lënë as një shkam pej. Nuk po thëmë që i kem gjyt mi vra mi mytë, po prezenca janë e kam pa rrezikin për neve, se ne jena të vujtun shumë për të ne, sidomos na djemë të pejës, e djemë të Kapeshnicës, që me himi përmendun e djemë të Kapeshnicës, se cilë djallë ma i Zotit se tjetëri. Unë jëmë zero për ta. Të më thonë, na e dim vujtje në shkaut. Edhe sot nuk ka sërbë që jetë në pej. Ata nuk frigonë më për neve, po dhe ata të moshmit e tyne nuk kam ftyrë më marë në pej, se kam bojë zështë shkap kundër neve. Peja ka pas më do sikur Mitrovica, për të regova dhe një herë. Inteligenca edhe fuqësia Ramush Haradinit, komandantit ton, heroj gjallë, ai ka pas vizion edhe peja nuk nda. Se na hi na ushtartë shpejt. Na hi shpejt më urdhën të Ramushit, dikush o hi dhe para meje. Po kur na hi, nuk ka pas vend për dy parë. Na populatën civile serbe nuk e kemë ngucë, pa ta ju konë qash të preshtë dhe qëtnik ka nikë me forcat e tëre, se s'mujnë bojmë vend motë na. Edhe 1000 NATO me ardhë, edhe 1000 këfora me ardhë, Serbia më më pej nuk ka qa me lypë, jo më pej, po kur kënë Kosovë, se këna hekë shumë, jena populli vujtën 150 vjetë veç për shkallë. Edhe Ramushi e ka shliru pejën, le të folë kur s'ka donë, le të thotë kur s'ka donë, se tash qashë bo demokracitja e ki po, na thojnë edhe hajna, na thojnë gjithë shka. Po shlirimtarët e pejës që në ushtarët e ushtrisë shlimtarët Kosovës, me komandant Ramush Haradinin.
Pik. Ta na ardhë këfori, janë ardhë tjertë. Të partë jem na. Ka mujtë më konë njëjtë, po unë nuk jam konë atje, kom shok luftarët Mitrovicës dhe sëd, nuk kom mujtë me jau zbërthy atë punë, po kanë mujtë, qështë s'kanë mujtë? Pse s'kanë mujtë? Qështë mujtëm na? Ma Shetnik ka pas në pej, o konës, dhe më thonë, ushtria Shetnike sërbe bazën në pej e ka pas. Policia, paramilitarët, Arkanovcat, Shoshelovcat, këtë në pej e kam pas bazën. Pse s'janë ata mo? Familjet ma aristokratës Shetnike sërbe, miliarderat e shkive në pej kam pas bazat. Rajovist edhe karist, ku shopejone e din që po foli. Po nuk janë mu ata, asnjë. S'kan mujt me bo bazën këtu. Se që thëjmë na dulem shekze, na e na kontrobnum, na e kem dash lirin. Mu edhe ndo një bosnjak ku m'ka fol mas luftës sërbish m'ka pengu. Se haptas me thënë. Po tash, demokracia, liria, shteti, funksionalizimi, janë që të su zhoknat në regull jena. Vesh Ramushi sëd me dhonë urdhen, të bohen 20.000 ushtarë mrenda 10 minutave. Se kur në respektin, për të nuk kena me, pa marë parasysh që a thoi njerëzit, ajo komandanti janë, desat desim na. Gjithmonë dhe kur s'ka muzbekjo, s'ka lidhja i kena punë ekonomikisht mira, i kena punë keq, na më parim e kena një ideal. Mu familja Haradina dhe familja Jasharaj, mu më kam bo patriot. Normal, edhe familja jeme, po këto dy familje legendare, kur jënë sakrifiku, dejmë vetë flim, kush jënë ana? Edhe ata i kem motiv për shqiptarije për kom, kur kuj tjetër si besojmë na. U bo 26 vjetë liri edhe hala me pas u të bosh, të e bo jetën në Kosovën e lirë. Unë nuk kom fuqi edhe jom i vogël, veç kjo të mera. Duhet me pru Kosova një lizë special për bashkëpunëtorët edhe ish bashkëpunëtorët e armikit tonë Sërbisë. Veç ligjë, se na nuk mujmë me marë ligjë në dorë, tash me himi i vranë, na nuk mujmë. Nuk bojmë në asisende, por shteti duhet më marë, ligji, Kosova, ligjet e Kosovës, kena polici, kena shërbim sekret, kena gjithë shka. Befasona, qysh, lecionu të bashkë si dijen, po edhe kanë kryt të nëlte, edhe jënë biznismena e paradis që thojmë na, sukseshëm. Jo thojnë, kur kryet lufta, bon me bashkëpunu më armisë. Qysh bon me bashkëpunu më armisë, do neve na kanë prej, e na kanë rjep, me mija masakra, e komandantat matmaj të shekës, krejt i kanë shti burzeve për që të liri krejt. Po, s'po kom fuqi, nuk jam kompetent për këtë punë, po kjo është, do më thonë, duhet me alon marrën, se cila qeveri që shkon e vjen, që se bjen një ligjë, mu marrë me këta njerëz, me këta fmi të të bashkëve, me u të bashkëve, me që dhe babzysha të të bashkë i kam pasë. Letë që nuk e epin hokin, po në këtë Kosovë, ma vlerë ka një minoritet, pa dalim minoriteteve, se sa një ushtari vërtet i USK-s. Këtu u bo propagandë 25 vjetë, se ata që e kam prodhu propagandën kundër USK-s, edhe jënë konë u të bashkë, edhe nuk kam bo kur zho për vendin. Edhe ju vjen i nati, që shëndalë do djemë të pa shkollum, pësë në vetëm i pa, dhe më thonë, nuk kom marsim të lartë, i na konë fmi, hala pa kry shkollën e mesme, kem bo men me shliru vendin. Ata kanë më lef, se si janë konë zëtë me bo kur zho, edhe tash kanë bil u rejtje, në 50% këti poplit që nuk na dojnë, na shojnë, na etiketojnë, na thonë, qmas, do më thonë, jo e keni rrit numrin e veteranëve, jo se keni rrit numrin e veteranëve, a i veteranë që jo falsë, ku do kofta e dim vetë që jo falsë, nuk kom nevojën as me bo me gisht. A i që jo veteranë i vërtet a e dim vetë, unë nuk kom nevojë me folë për vetë i kur zhesh, se veprat e mija folin vetë. Ata shokë që jënë konë me mu e din kush jëmë, sikur që unë e që e di për shokët e mi kush janë ata. Na nuk kem nevojë për reklamë. Na kem nevojë veç mi kallëzu këti poplit, falë gjakit të ushtarëve të USK-s, e këzoni lirin, e lexoni abetare në shkollë lirë, shkon policin punë lirë, vinë gjeneratat e reja që në le mas lufte, jeni të jetu jetën e lirë, ju nuk na dini vujtjen tonë, le që s'na dini, po ju as nuk na kuptoni, as mundeni me marë me mend
që ka hek një ushtari USK-s për ti me shku në shkollë i lirë. Edhe këto fyrje, këto o dhonë pare e madhe propagandë kundër neve, sidomos kundër komandantave të luftës sonë shkrimtare, të cilit se cilë konë më i zoti se tjetri, veç Ramushin duhet me vësu për i krejtve, se Ramush Haradinaj është një hero, një Skënderbej i gjallë, një Adem Jashari i gjallë, është Ramush Haradinin, e ka fatin ky popull me prek, me ndje dhe me ndajt me ta, po ky popull o të çrodit, 50% këtij popullit janë çroditën e mos më kesh për neve. Faleminderit se për ju, ma bëni halal.